shpres në gjit. Thash po dëgjoj të paktën një lajm të mirë në shqiptari, po veç lajme të zeza, veç dhimbje tragjedi. Më kthet malli fëmijëris, kur bota kishte dritë ngrohtësi. Kur shkojshim shkoll me gëzim, jeta kishte ngjyrë, kishte buzëqeshje, lumturi në çdo fytyrë. Sot kejt këto po na mungojnë, s'di ka po shkojmë, me sy mbyllur rrugën e gabuar po e jetojmë. Nuk kam fjallë me përshkru çfarë gjendje ka ardhë, amanetin e t'madit zot që shkemi mujt me harru. Ai na tha familjen amaneta kam dhënë, e sot fëmija rritet me lot, me shpirt të përvëlluar. Mos i vritni gratë, mos leni posh një t'vet, mos i lini fëmijet jeti man këtë jet. Ku e merrni atë guxim me mbyt një nonti, merreni këtë këshill, dëgjojeni me qetësi. Dashuria nuk vret, dashuria respekton, gruaja nuk është pronë, s'është lodër e askujt. Është nën, është motër, është vajza e dikujt. O njeri si krye familjare, kujdestari i shpis, ullu pak e mendot e largohu prej marësis. Dija vlerën familjes tënde nëse e kuan vetën bur. Bornia nuk është dhun, as dore ngritur kur. Kujdesu për gruan tënde me ndere me gjan, mos ja fik dritat e shpirtit e vlatit që po qan. Mos ja kut zemrën fëmijës, mos ja vrit nonën me trati, se para Zotit një dit ke me dan llogari. Merreni këtë porosi, nga thellësi e grahërorit, një zëmendër e bez nga shpirti pejoni. Kthehuni te mëshira, kthehuni te dashuria, se pa një nën të gjallë fiket krejt shtëpia. I lutem të madit Zot me na udhëzu, në familje tona lumturi e buzëqeshje me shtu. Ju dua o njerëz me respekt e me nder, nga